gjithkush priste dënimin e tij edhe burgosjen e tij, madje ishin njerëzit tepër të revoltuar që një njeri tillë që ishte në arrest shtëpie si e liruan, edhe me një mal të madh mbi kurriz krimesh deri në vrasje masive edhe korrupsion të lartë shtetëror deri në vrasjen e demokracisë në Shqipëri e të tjera, edhe njëri tillë si mund të rri rrugëve, si mund të rri lirë, edhe burgjet e Shqipërisë të jenë plot, edhe me njerëz që kanë bërë gjëra nga më të voglat ordinere, edhe gjithsesi vuajnë dënimin e tjera. Mirë po, me sa duket, para se të vinë dënimet penale, për këta politikanë që kanë bërë dëme kaq të mëdha, këto 30 dhe ca vjet, dhe që e kanë shkatëruar në çdo lloj pikpamje këtë vend, e kanë djegur, e kanë plaçkitur, e kanë grabitur, e kanë kusaruar me të katër duart e me gjithë pjesëtarët e familjes, duke i futur në krim të gjithë pa përjashtim, duke u pasuruar mbi gjakun dhe djersën e popullit, duke u bërë miliarder dhe nuk din as vet ku i kanë pasurit në të gjitha vendet e botës e të tjera. Pra, para se të vinte një dënim i tillë penal i merituar, duhesh marrë dhe një dënim vdekjeprurës nga populli, nga shqiptarët, dhe në fakt 11 maj shënoi vdekjen politike të plot të Sali Berishës, sepse ai me të vërtet, jo ai, po Partia Demokratike mori 50 mandate dhe forca tjetër mori 83, por 50 mandate faktikisht nuk janë të Saliut, janë të alternativës së djathtë në përgjithësi. Janë të asaj alternative që si të jetë Saliu, si mos të jetë Saliu, ata votojnë pra për Partinë Demokratike për këtë alternativë. Kurse Saliu do kishte merit në këta 50 deputet, në rast se ato shifrat e vitit 2021 do t'i rriste, kurse ai faktikisht e ka groposur përfundimisht Partinë Demokratike me këtë rezultat që mori në 11 maj, dhe kjo ishte pritshme, sepse të qenurit e tij non grata me gjithë familje, me gjithë pjesëtarët e familjes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qenia e tij non grata nga Britania e Madhe, qenia e tij non grata de facto, se de jure nuk e ka Bashkimi Evropian, edhe nga Bashkimi Evropian, të cilët duke qas askush në derë nga kanceleritë e Europës, flas gjithmonë jo për forca politike të caktuara, se ato atë punë kanë, bën një rezolut, ti besi të duash e miratojnë ata. Po problemi është i politikës zyrtare të këtyre vendeve të Bashkimit Evropian, që se qas kush në derë e tjera, fakti që se kontakton as një ambasador i akredituar në Shqipëri e të tjera, pra të gjitha këto tregojnë atë që ai, domethënë, u vra nga shqiptarët dhe tashmë pritet proceset e tjera ligjore, penale ndaj tij, që do filloj me kompleksin Partizani dhe ka filluar me të, sepse çështja tashmë ka kaluar në gjyq, por që do t'i vinë në radhë procese, do t'i vijë shumë shpejt 21 janari, do t'i vijë Gërdeci bashkë me djalin e vet, djali vet nuk do shpëtoj dot edhe nga Çezdia, sepse është bashkëpunëtor atje në krim me Ilir Metën edhe me atë bandën tjetër kriminale në këtë aferë, do t'i vijë mbrapa me njerë afera e rend korruptive me Fazliqin e Lazarovicin, edhe duke patur bashkëpunëtor në këtë krim edhe djalin e vet, Shkelzen Berishën, vajzën e vet Argita Berishën, dhe ndrin e vet Jamar për Maltezin, e të tjerë. Presim mjaft gjëra të tjera. Në këtë kuadër, avokati i tij, Gjokutaj, i cili faktikisht është një Benjamin, është kobure në duart e Saliut, kobure në duart e kësaj organizate kriminale, sepse faktikisht Saliu organizat kriminale krijoi në 92-shin dhe që vazhdoi me ato organizat kriminale pastaj që bëri masakrën zgjedhore në ato 2 komunat e famshme, Greshic dhe Libovsh,
dhe më pas që bëri atë masakrë të jashtëzakonshme kriminale që i vrau përfundimisht zgjedhjet 26 maj të 96-ës, me atë masakrë që bëri me firmat piramidale që u mori shqiptarëve 4 miliard dollar u avodhi dhe pastaj vrau mbi 5.000 prej tyre, thjesht dhe vetëm që ti mbante ato para edhe që të mos ndiheshin shqiptarët.